Ose të merrte dorën time, se nuk do i thot, nuk të gjukonte njëri. Madje, do t'ishe një vlerësim shumë i madh. Edhe pse unë isha, u shokova. Do që thonë, se unë dëgjova që nga reagimet tuaja, e kuptova. Reagimin që kur dëgjova që mbërtisë, unë nuk kam para zgjë. Unë nuk kam para zgjë. Të kishte thonë, po, erdha këtu dhe thotë, hajde bona këtu? Hajde bona këtu? Ishte kjo zgjedhje. Unë nuk do kisha dyshuar kur në zgjedhjen tënde, siç nuk kam dyshuar një burr. Dhe një njeri që do të vlerëso dhe ka një konsiderat shumë të lartë për ty. Bravo. Po të hajde këtu? Po, unë bëra këtë zgjedhje. Mos më gjyko. Të lutem, mos më gjyko. Dhe më mbështet. Sepse unë nuk mund ta mendoj kur që Laert Vasili e ka bërë atë zgjedhje duke menduar që ai do dalë nga shtëpia. Nuk e mendoj kur që atë njeri që unë kam vlerësuar në këtë shtëpi dhe që absolutisht unë jam e lënduar, jam e mërzitur, jam e shokuar nga ajo çfarë ka ndodhur mbrëm. Por ma beso, Jozi, se unë nuk e kam të lehtë. Kur them, ai më zgënjeu, ai më lëndoi, nuk do kisha dashur kur ta përjetoja këtë gjë. Dhe nëse e them një fjalë të fundit, nuk është se dua nuk është se dua ta lëndoj, nuk është se dua t'i bëj keq, po ai më ka bërë keq mua. Nuk kam dashur kur ta lëndoj Laertin, kur, në asnjë moment në këtë shtëpi. Kur. Edhe kur s'kam folur me të, nuk kam dashur ta lëndoj. Edhe kur unë e justifikova, sa ishte shumë e qartë, edhe kur i thash, mos Laert, kur donte të më puthe, dhe i thash, jo Laert, jo, 3 herë. E po, unë nuk mund të, nuk dua të lëndoj njëri, nuk kam ardhur këtu për të lënduar njerëz. O, zot, qa ki pas në dorë. Njerëzit mua mund të më lëndojnë, po unë nuk kam ardhur këtu për të lënduar, sepse nuk kam lënduar kur në jetën time njëri. Dhe unë nuk jam njëri hakmarrës, hajde çfarë po bëj unë tani për t'i kthyer hakmarrën. A mërzitem, a lëndohem, pa diskutim që po. Mërzitem, lëndohem. Se jam njëri, po unë keq kujt nuk i bëj, nuk i kam bërë kur. Kur nuk i kam bërë keq kujt njeriut. Edhe kur më kanë hyrë në hak. Edhe kur më kanë hyrë në hak, mund t'jem mërzita, kem thënë një fjalë të fundit, nga trishtimi, po jo, nuk i kam bërë keq kujt në jetën time.